Pasi presidentja Vjosa Osmani ka firmosur dekretin për shpërndarjen e kuvendit, Kosova pritet i drejtohet sërish kutive të votimit. Ky vendim u mor pasi parlamenti dështoi të përmbush detyrimin kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Në një deklaratë publike, Osmani theksoi se qytetarët e Kosovës nuk e kanë dëshiruar një tjetër proces zgjedhor, por sipas saj situata u krijua nga pamundësia e deputetëve për të gjetur konsensus dhe për të përmbushur detyrimet kushtetuese. Ajo nënvizoi se dështimi për zgjedhjen e presidentit nuk ishte një rastësi, por rezultati një kalkulimi të qëllimshëm politik nga aktorë të caktuar në skenën politike. Presidentja e cilësoi të papranueshme që vendi të futet në një tjetër cikël politik në një moment kur, sipas saj, Kosova ka nevojë për stabilitet institucional dhe vendimarrje të qëndrueshme. Osmani komentoi gjithashtu edhe kërkesën e kryeparlamentares Albulena Haxhiu drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim dhe pezullim të afateve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit. Ajo theksoi se kushtetuta nuk mund të funksionojë sipas komoditetit politik dhe se një kërkesë për mas të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afateve kushtetuese. Sipas saj, vetëm një vendim i gjykatës kushtetuese mund të ndërhynte në këtë proces, ndërsa mungesa e një vendimi të tillë e bëri të pashmangshme shpërndarjen e kuvendit. Në përpjekjen e fundit për të zgjedhur presidentin, parlamenti nuk arriti të sigurojë kuorumin e nevojshëm. Kandidat për këtë post ishin Glau Konjufca dhe Fatmire Kolçaku Mullhaxha, të dy të propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Presidentja Osmani bëri të ditur se do të nisë menjëherë konsultimet me liderët politik për të caktuar datën e zgjedhjeve të reja parlamentare, ndërsa vendi pritet të hyjë në një tjetër proces elektoral në javët në vijim.